toppled a political dynasty. New York, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics. In this moment of political darkness, New York will be the light. Here, we believe in standing up for those we love. Together, we will usher in a generation of change. And if we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. If you want to see what congressional Democrats wish to do to America, just look at the result of yesterday's election in New York, where their party installed a communist as the mayor of the largest city in the nation. Remember, I've said we will never have a socialist elected to any post in our country. I used to say that, and I was right. We skipped socialist and we put in a communist instead. Ne e shmangëm një socialista dhe vendos një komunista Trumpi shkëti. E kupton e Pepushat? Ky ishte sinkronik ndoqët të ndërruar të shikush së një socialist tronditi jo vetëm Donald Trumpin. Orët e fundit janë shkaktuar një tërmet në politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një 34 vjeçar musliman dhe socialist rrëzoi dinastin politike të kryeqytetit të botës, New Yorkut. A është fitoria e Zoran Mamdanit fillimi i shembjes së establishmentit të vjetër Amerikan dhe jo vetëm Amerikan? Kjo është një pyetje. Çfarë tregon fitoria një socialisti si Mamdani për kapitalizmin e egër që po përjeton sot bota perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë do të kem në një lidhje direkte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës Agron Alibali, studius, historian. Agron, mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma, përshëndetje dhe faleminderit për mundësinë që të shihemi përsëri. Ermir Gjinishi, teolog, ma kanë shkruar gabimisht këtu se ti s'ke lidhje me këtë, analist dhe pedagog. Po unë ta them i pari analist, sepse më ka qenë ndihmon ne. Pret Zogaj dhe Andi Bushati vjojnë tje në studia. Atere, Zoran Mamdani, një emigrant musliman socialist, është sot kryebashkiak i New Yorkut. Duket një përmbysje e establishmentit, si që thash në fillim, mu në zemër të kapitalizmit më të egri që një bota. Pse ka ndodhur kjo? Si arriti Zoran Mamdani nga 1% në sondazhe të zgjidhej kryebashkiak dhe të bënte me dhimbje koke Donald Trumpin. Vështirë që ta kapë dhimbje kokës. Se ka njerëz që nuk i kapë, realisht shumë njerëz në botë që nuk i kapë dhimbje kokës. Tani, të pyesim në fillim dhe të ndahemi prej ti zotin Agron, që e ka parë nga afër këtë gjë dhe çfarë mendon Agron? Çfarë mendon zoti Agron? Shumë faleminderit i nderuar. Ju përmendët për një moment tërmetin që ka shkaktuar zgjedhja e zotit Mamdani, dhe njëkohësisht në pritje unë dëgjova që ishit në një lidhje, prisin dhe një lidhje direkte me Kuvendin e Shqipërisë, lidhur me një votim.
Dhe t'ju them të drejtën, e nderuar, unë isha duke ngarë makinën, duke ardhur për të bërë këtë lidhje me kur dëgjova një lajm që ishte një dridhje tjetër. Kemi probleme me lëviz, agron lëviz ti apo lëviz ndenjësi aty? Jo, në rregull. Pra, desha thoshe që duke ardhur me makinë, po dëgjoja lajmet në makinë dhe dëgjova për një tërmet, një dridhje tjetër tërmeti në rrafshin politik dhe pikërisht një ndërhyrje gjykatës lartë amerikane në lidhje me afirmimin e politikës së presidentit Trump për shpalljen në pasaportat amerikane të vetëm 2 gjinive, mashkullore dhe femërore. E arrëzoi? E ka arrëzuar gjykata se shkrysh lajmi dhe për ne? Po, pikërisht në momentin kur Kuvendi i Shqipërisë është duke diskutuar një ligj që prek drejt për drejt këto çështje kaq delikate. Gjykata amerikane ka arrëzuar, thoni ju? Edhe njëherë? Po, atëherë t'ja shpjegoj prak. Në 20 janar të vitit 2025, presidenti Trump nxori një urdhër ekzekutiv i cili urdhëronte Departamentin Amerikan të Shtetit që në çdo pasaport që lëshonte si dokumentet qeverisë amerikane, bashkë me vendlindjen, të përcaktonte edhe gjinin në lindje, siç ka lindur personi, njeriu e regjistruar në lindje në spital. Dhe gjinia ose mashkullore ose femërore. Ndërkohë ka pasur gjatë viteve të kaluara ka pasur debate gjatë kësaj kohe dhe kur ishte sekretare e shtetit Hillary Clinton, ajo riafirmoi këtë politikë që në pasaportat që ne do të lëshojmë nga Departamenti i Shtetit do ketë vetëm 2 gjini. Mirë, po kur erdhi president Bideni, ai ndryshoi krejtësisht këtë politikë dhe personat për shembull që e ndjenin që nuk ishin me gjini binare për shembull, ata mund të vendosin kërkonin që në pasaport të vendosesh shenja X. Dhe kështu u fillua gjatë presidentit Biden që jemi qartë deri këtu. Trump e ndryshoi këtë. Po, pastaj u bëj një padi në gjykatën federale të Boston. Ose ka ndodhur tani o bushat? Tani s'do ta diskutojmë tani këtë. Ka ndodhur tani, më thot zoti punës. Është rrëzuar presidenti Trump në gjykatë. Para gjysmore, po. Ta dëgjojmë. Po, edhe pra 6-7 individ hodhën në gjykatën federale të Bostonit urdhrin ekzekutiv të presidentit Trump duke akuzuar që shkelte kushtetutën e Shteteve të Bashkuara lidhur me të drejtat e barabarta e tjera. Edhe gjykatësi federal që e shqyrtoi çështjen urdhëroi. Regjia më ndihmon duke i thënë, duke biseduar me zotin Ali Bali, kjo është një lëvizje që na shkaktohet ne apo ndodh diçka? Se lëviz figura e lëviz trupi i tij. Lëviz vet. Është lëvizje që e bëj unë, më fal, jam unë, më fal. Përpiqu të do të jem se thonë pse e bën se këtu pyesin, këtu ka pyetje të çuditshme në vendin ku jetojmë ne. Ore pse lëvizte ai do thonë? Më mirë mos e bëj. Aha. Pra, jo, më vjen. Dgjoj. Atëherë të bëni këtu, atëherë 7 individ ushtruan të drejtën e tyre dhe paditën në administratën Trump në gjykatën federale në Boston. Gjykatësia e çështjes urdhëroi pezullimin e zbatimit të urdhrit ekzekutiv të presidentit Trump derisa çështja të shqyrtohej, të kalonte në procedurë gjyqësore. Qeveria amerikane, ai që quhet Surgeon General, kirurgu i përgjithshëm, që ai që mbulonte politikën amerikane të qeverisë amerikane lidhur me gjinit, ai e apeloi në gjykatën e apelit të cirkuitit të parë që mbulon Bostonit. Gjykata e apelit nuk veproi fare, atëherë këta ju drejtuan gjykatës lartë dhe gjykata e lartë sot para gjysmore nxori një urdhër i cili e anullonte pezullimin e gjykatës së Bostonit dhe pra Departamenti i Shtetit do të rifillojë të nxjerrë pasaportat amerikane në bazë të 2 gjinive, mashkullore dhe femërore. Jemi okej të ikim nga këtu se ngjallim konfuzion. Në fakt, ne diskutimin në Parlamentin Shqiptar nuk është për, do me thënë, është shumë i thjeshtë diskutimi në Parlamentin Shqiptar. Është për barazinë e gjinore. Loja që bëhet pastaj është një gjë tjetër që ne donim ta bënim në emisionin tonë dhe ta bëjmë pas nëse do na dalë zoti Shalci, cili mund të ketë prekupimet më dha në këtë vend, se ka njerëz me prekupime shumë të mëdha në vendin ku jetojmë ne, zoti Ali Bali, po që se
i mbaron prekupimet e sotme, do na dalë më vonë ose do të jemi ditën tjetër. Pra kemi të bëjmë me barazinë gjinore, se këtu ka një konfuzion shumë të madh. Barazinë gjinore mes një buri dhe një gruaja, dhe jo problematikat që po përpiqet të nxiten me gjithë fuqinë, është gjithë krejt tjetër. Tani të dalim te temat tonë, jo se mos krijojmë konfuzion te popullata, se na dëgjon popullata dhe krijojmë konfuzion. Kemi tani Mamdanin, që ka tronditur Trumpin. Çfarë është kjo? Çfarë ndodhi aty? Atëherë, për mendimin tim, është thjesht një shprehje demokracisë amerikane. Së pari, rezultatet e djeshme ishin zgjedhje në kuadrin vendor, pra ishin të Bashkisë së New Yorkut, të guvernatorit të New Jersey, guvernatorit të Virginias, pra ishin thjesht zgjedhje vendore. Dhe është viti 2025, zgjedhjet tamam testi i vërtet lidhur me politikat e presidentit amerikan është vitin e ardhshëm, në vitin 2026, kur janë zgjedhjet për Kongresin. Megjithatë, dukuria e Zoran Mamdanit ishte një nga fenomenet më interesante, sepse ai, domethënë, arriti që të elektrizoi jo vetëm zgjedhës të rinj në New York, por po themi edhe në qytete të tjera të Amerikës. Pse? Ai arriti me një mesazhi kryesor i gjithë kësaj fushate të tij i nderuar ishte papërballueshmëria ekonomike e New Yorkut, e popullsisë punëtore të New Yorkut. Keni parasysh të New York, 1% e banorëve të vet janë ato të shtresës super të pasur që konsiderohet që marrin mbi $900,000 në vit, 1% e kësaj shtrese. Dhe këta kontribuojnë në mënyrë shumë të madhe të konsiderueshme në të ardhurat, në taksat e tjera. Edhe një pyetje. Shtresat urdhëro. Edhe një pyetje, a është fitoria e Zoran Mamdanit fillimi i shembjes të establishmentit të vjetër amerikan, apo është një gjë që e veçuar? Shiko, shumë pyetje interesante, shumë e bukur. Tash ky është një emigrant, ky është bërë shtetas amerikan në vitin, në mos gaboj, në vitin 2017. Tashti ai goditi mbi të gjitha establishmentin demokrat në qytetin e New Yorkut. Ato që quhen corporate democrats, sigurisht edhe familjet e politike familjet e konsoliduara politike, Cuomo, De Blasio e tjera, Cuomo sidomos. Dhe ai nga ana tjetër nuk duhet, ai arriti të mbledh 90.000 vullnetar, pra 90.000 vullnetar të papaguar u përfshin në fushatën e tij. Dhe fjala kyç ishte papërballueshmëria ekonomike e New Yorkut. Ai ofroi që New Yorku të bëhet më i përballueshëm ekonomikisht për shtresat e varfëra, shtresat punëtore. Pra, edhe një herë, zotja Ribali, pyetja ime është urdhëro. Për shkak se një establishment i vjetër, edhe duke mos besuar, më të demokratët amerikanët vërshuan drejt Donald Trumpit, po dhe kjo me shumë pikë pyetje, jo vetëm për shkak të moshës e të gjitha, që vështirë sot në botë, sidomos në sistemin e demokracisë liberale, e vështirë sot në botë të kemi bota është zhytur të këta njerëz dhe nuk ka shpresë. A është kjo përpjekje një shpresë për rëzimin e establishmentit vjetër dhe për të ardhur breza të rinj në politikë dhe të rigjenerohet ky sistem, demokracia liberale? Natyrisht që ky është një sinjal shumë i fuqishëm, por edhe është, po themi, konfirmimi i një lëvizjeje që ka filluar prej kohësh, edhe vetë dalja e Trumpit në skenën politike si një person që nuk ishte politikan, ishte një goditje e madhe për establishmentin politik republikan, për familjet Bush, për shembull, ose për familjet tjera, edhe për familjen Clinton. Dhe këtu tash kemi një vijim të këtij fenomeni në krahun tjetër, pikërisht në krahun demokrat. Dhe mund të themi që ky nuk ishte demokrat i mirëfill, ky ishte socialist demokrat. Nuk ka rëndësi, shiko, nuk ka i dashur Ribali, nuk ka rëndësi përkatësia e individit. Është një 34 vjeçar emigrant dhe ai është përballë një establishmenti të plakur, të vjetër dhe në mënyrën se si i është duke u punuar.
Dhe edhe për krizën që ka vetë sistemi. Sistemi ynë, jo yni këtu, se ne s'kemi fare, po sistemi i demokracisë liberale në perëndim. Se te ne nuk vjen, nuk ka ardhur dhe nuk vjen. Por, po flasë për këtë sistem në perëndim. A është kjo një shpresë apo është një rast i veçuar dhe ta mbyllim bashkë këtu? Po, unë ka mendimin që është në përgjithsisht është shpresë në kuptimin që siguroj një përfshirje shumë të madhe të rinisë në zgjedhje dhe njëkohësisht fillimisht ai nuk u mor seriozisht nga establishmenti demokrat në New York, nga ato që ishin ke 1%, po pastaj kur ai u fitoi primaret, ata filluan ta kontaktojnë këto dhe kanë pasur biseda, pra ka një po themi një mirëkuptim, po themi edhe në 1% e të pasur në New York ndaj këtij kryetarit bashkisë të New Yorkut, i cili do të ngrej taksat e tyre 2%, unë mendoj që do të ketë një bashkëjetesë interesante midis establishmentit të vjetër dhe establishmentit të ri. Por gjithsesi mesazhi është i qartë që figura tashmë si senatorët e New Yorkut, të cilët janë prekosh në politikë, ndofta i takon brezit të ri e ardhmja dhe pikërisht sot i nderuar pati edhe një mesazh tjetër të largimit të brezit vjetër dhe ardhjes së brezit të ri, dhe pikërisht Nancy Pelosi, që ka qenë ish kryetare e kuvendit e kuvendit të Amerikës për vite me radhë, që ka qenë kongresiste nga viti 1987, ajo u shkëput përfundimisht nga politika sot mbas 28 vjetëve në politikë, pra që ishte edhe ky një mesazh që ndofta vjen një moment dhe brezi i vjetër që ka qenë prej kohësh në politikë ja lëshon me forcën e votës apo vullnetarisht rrugën dhe drejtimin brezit të ri. Okej, të falenderoj shumë për ndryrjen, do të kemi mundësi të lidhemi në emisionet e tjera. Faleminderit dhe natën e mirë. Sa është ora aty? Natën e mirë, faleminderit. Mirupafshim. Ora në Amerikë është 6 orë mbrapa, ha? Natën e mirë. Atëre 5. 5 është edhe, po natën e mirë thuhet apo ja? Po, mirë. Edhe në 5. Thuhet natën e mirë. Tani, zotë Gjinishi, ti si e mendon tani këtë punë? Nata është si punë e gjinis që cakton vetë, se kur ja cakton vetes natë, e kupton? Nata është si punë e gjinis. Po 2 gjini ka dhe këtu. Ditë dhe natë. Ka të ndryshme. Megjithse kanë mbaresën apreq, edhe duket si femra, edhe dita dhe nata. Tani, megjithse janë gjinia sjanse. Janë gjinia sjanse. Tani, Gjinish tani ti si e mendon këtë gjë? Zgjedhja e Mamdanit, një emigrant musliman socialist, askush besonte, për kjo ka ndodhur. Çfarë përfaqëson Mamdani si politikan, çfarë beson ai dhe ku e përqendroi fushat, themi shkurt ca gjëra dhe çfarë ti mendon? Mirë, unë mendoj që Mamdani e tronditi establishmentin politik, më shumë se gjithçka retorikën e presidentit Trump, se po ta shikosh edhe fushatën dhe programin e tij pothuajse ishte një kundërvënie e gjithë retorikës. Megjithatë, për sa i përket Mamdanit, ai është një djalë i ri, 34 vjeç, me profesion ekonomist, i angazhuar në jetën civile, në shoqërinë civile, një aktivist, ka marrë pjesë në disa angazhime të mëdha civile në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në New York kryesisht, në grevën e taksistëve, në solidarizimin me grevën e studentëve, e kështu me radhë. Domethënë është një personazh i njohur dhe sigurisht është me kulturë, me profesion ekonomist, me 2 prindër të cilët kanë mbaruar Harvardin. Babai i tij shkrimtar dhe akademik, por interesantja është që babai i tij ka shkruar kryesisht për vendet postkolonialiste, që thotë ka një frymë edhe brenda familjare ndaj ideve kolonialiste, kolonializmit, oligarkisë, e gjithçka më tej. Nëna një regjizore gjithashtu, kështu që është rritur në një familje intelektuale. Do isha pak kritik me mikun tonë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur e cilësoi thjesht si emigrant. Gjithë Amerika është vend i emigrantëve. Amerika është krijuar nga emigrantët. New York është simboli i emigracionit në Amerikë. 30.9% të banorët të New Yorkut janë të bardhë, 28% janë hispanik, 20% janë afroamerikan.
pjesa tjetër, 1.5 milion janë hebrej, 7-9% muslimanë e kështu me radhë. Domethënë, që herët që para 2 shekush në Europë, në New York fliteshin 12 gjuhë thuja. Domethënë është simboli multikulturalizmit dhe multietnicizmit. Kështu që kjo ideja e fokusimit gjithë debateve, shiko se këto po na bëjnë emigrantët, në Shtetet Bashkuara të Amerikës kjo nuk duhet të ekzistojë fare një herë. Se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë qerë dhe emigrantës, janë krijuar nga emigrantët, e kanë ndërtuar emigrantët. Dhe ky është problemi i madh edhe i diskurit politik të dy partive të mëdha, të cilët herë ofrohen ndaj problematikave të emigrantëve, ndërkohë që e djathtën presidentin Trump pothuajse është kthyer në armike. Ajo që bëri Mamdani është që tronditi gjithë lobingjet, tronditi media njërë, sepse të gjithë mediat e nxjerrin humbës. Ju do thoni që edhe presidentin Trump kështu e nxorën. Nuk është aq e thjeshtë, sepse në Shtetet Bashkuara të Amerikës mediat janë parë gjithmonë si një deri para pak kohësh, po themi, si një habitat ku liria gjen veten e saj. Ndërkohë ka kohë që mediat e Shtetet Bashkuara të Amerikës në një pjesë të madhe të tyre, po themi, ndoshta edhe në raste specifike, janë kthyer në mjet propagande. Kështu që ai goditi këtë lloj propagande. Ai goditi kastën e oligarkëve, e goditi kastën e oligarkëve. Ishin më shumë se 26 miliarderë cilët u aktivizuan financiarisht në fushat, 17 për cilët ishin byrokesë. Hodhën miliona dhe miliona kundër këtij. Ndërkohë ai aktivizoi, ose më mirë po themi, u mbështet vullnetarisht nga 90.000 njerëz dhe përmbysën gjithë tjetër çfarë mund të themi, dominoi rivalet, i dominoi patjetër rivalet e tij, sidomos në disa çështje shumë specifike që kishin ndikim në debatin e madh publik, referuar këtu dhe situatës ndërkombëtare. Për shembull, kur u pyetën rivalet e tij cilin vend do të vizitoni pasi fitoni zgjedhjet, që të gjithë patën një përgjigje: do vizitojmë Izraelin. Ndërsa Mamdani tha, do vizitoj lagjet e varfra të New Yorkut. Me pak fjalë, ajo që lidhur me situatën, po themi, meqense u futëm te Izraeli, ai është një musliman, nuk e ka fshehur kurrë dhe kjo është një nga arritjet e tij të mëdha. Ai nuk ka fshehur që është emigrant, nuk ka fshehur që është musliman, nuk ka fshehur, madje nuk u intimidua kur e quajtën fundamentalist, komunist, e gjithçka tjetër. Me pak fjalë, Mamdani solli një model tjetër, modelin e njeriut tek njerëzit. Erdhi nga njerëzit, u mor me problemet e tyre dhe njerëzit këtë duan. Kjo është dhe tronditja më e madhe që i dha establishmentit. Lidhur me presidentin Trump, ndërhyrja, se zotëria thot me drejt që janë zgjedhje lokale, po ndërhyrja kaq e fuqishme disa herë gjatë fushatës se presidenti Trump nuk ishte aq e thjeshtë. Domethënë sepse ai kaloi nga akuzat si komunist, ndërkohë që ky ishte social-demokrat, po çon si ka, nga fundamentalist, nga anti-hebrej, bëri thirrje hebrejve, kush voton Mamdanin ose është idiot ose është anti-hebre e kështu me radhë, ndërkohë që New Yorku ka 1.5 milion hebrej, qyteti më i madh pas Izraelit, domethënë që ka numrin më të madh të hebrejve dhe 40% hebrejve votuan këtë njeri. Që do thotë, edhe çështja me hebrejt, kjo propaganda e madhe që nëse kritikon politikat sioniste të Netanyahut, ti tregon një antisemitizëm ka rënë, domethënë po bien jo vetëm establishmenti, po gjithë tezat e establishmentit. Mbi të gjitha, ky qëndroi fort ides Amerika është shteti i së drejtës. Ju na keni mësuar që Amerika është shteti i së drejtës. Atëherë ku e keni në realitet shtetin e së drejtës? Dhe kur u pyet çfarë do bësh për Netanyahu, nëse viziton në New York, u tha do ta arrestoj. Sepse do zbatoj, do respektoj ligjin ndërkombëtar, ligjet për të cilët mbajnë këmbë shoqërinë njerëzore. Po do ta arrestoj një lloj siç do ta arrestoj edhe Putinin. Domethënë, me pak fjalë, ky goditi fort të dualizmin politik, kryesisht presidenti Trump. Dhe unë shoh që arritja më e madhe e këtij, përveç programit që u mor me çështjet reale të shoqërisë, kryesisht shesës mesme e cila ka presionin më të madh në New York, shuplaka më madhe që për retorikën e presidentit Trump, për qasjen e presidentit Trump, për mënyrën se si ai shikon zhvillimin e Amerikës lidhur gjithmonë me oligarkët, me shtresat e pasura, ndërkohë që nga ana tjetër nuk mund ta mos ta përmend, i dha një goditje asaj që në vitet 90 në Shtetet Bashkuara është quajtur një ringjallje religjioze. Lëvizje religjioze kryesisht mesianike protestante, sioniste protestante dhe sioniste hebreje, sepse edhe i ditit lexoj mirë sondazhet në Amerikë, 62% të shtetës amerikanë mbështesin zgjidhjen me dy shtetet
palestinezë dhe në konfliktin e Palestinës me Izraelin. Për herë të parë ka një përmbysje të madhe, ndërkohë që retorika e Trumpit vazhdon pa fund me Netanyahu e tjerë. Do me thëmë, përmbysja më madhe është kjo, elitat politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë larg parimeve të cilët është ngritë Amerika dhe këtë duhet ta pranojnë, dhe retorika e tyre nuk përfaqëson më vullnetin e qytetarëve të lirë. Amerika është i vend i lirë, është krijuar në kauzën e vendit të lirë dhe duhet i kthehet njerëzve të lirë, duhet kthehet liria. Nuk mund të durojë Amerika një propagandë të tmerrshme nëpër media, ndërkohë që ajo që mundi median tradicionale këtë herë ishin podcastet, ishte Facebooku, ishte TikToku e kështu me radhë. Kjo është përmbysje e gjithë establishmentit, mendojmë. Pastaj nëse do futem me detaje ka për shembull çështje. Zoti Zogaj, zoti Bushati, në SBA, po dhe në mbar botën, ajo që thamë në fillim, është thelluar te i mase pa barazia. Disa miliarderë zotojnë kapitale dhe fuqit pa imagjinueshme. Ndërkohë që të varfrit sa vinë dhe varfërohen më shumë dhe janë po bërë më shumë. A mund të themi se kapitalizmi në formën që njohim sot ka dështuar për shumicën e njerëzve dhe zgjedhja e këtij djaloshi është dhe një reflektim i kësaj? Mendoj se nuk ka dështuar, në fakt kapitalizmi është vital, por format që ka marrë kapitalizmi në një periudhë të caktuar. Është në krizë breç. Vital. Ja ta thot mendime. Thuaj. Jo. Ka dështuar, sepse kapitalizmi ka krijuar përsi të madhe, domethënë, ka krijuar zhvillim të madh dhe do vazhdoj të krijojë, por format që merr aty këtu, siç ka marrë tani në Amerikë, e tha Bideni në fjalimin e Lam të Mirës, kur u largu nga shtëpia e bardhë dhe e njoftoi si një shqetësim dhe si një rrezik që po vjen një autokraci e miliarderëve në Amerikë. U fut kjo fryma e një pakici miliarderësh që bëjnë ligjin, bëjnë kudo, bëjnë diellin, bëjnë hënën, bëjnë motën e tjerë. Ky është konteksti në cilit ndodh ky zhvillim i madh, i cili ka sjellë tronditje shumë të madhe në gjithë ato që ndodh, por është një ngjarje që e prodhon liria në Amerikë. E prodhon prap ajo që e ka krijuar Amerikën. Këtu nuk do të harrojmë një gjë. E pak në mënyrë poetike këtë. Që ky është kandidat i Partisë Demokrate, ky fitoi primaret. Pra ky, ndryshe nga që ndodhet tek ne, që kemi primare falso, si kemi fare. Demokratët kanë fituar dhe në vendet e tjera. Po. Se ne ndaluam te Mamdani, por edhe për qark New Yorku dhe zonat e tjera i kanë fitu demokratët. Dhe është dhe një shuplak ndaj ti burit të ri që ka ardhur Trumpit. Jo, po New Yorku ashtu ka qenë. Për të kuptuar, jo, ka qenë dhe republikan, krybashkiak, ka qenë krybashkiak. Po qytetet e tjera? Ishte edhe avokati i Trumpit. Italian. Po du të them të gjëri, se ka rëndësinë është për teleshikuesit. Pra ky nuk është ato etiketime që ja vënë kundërshtarët e vet, domethënë nuk janë që përputhen me atë rrugën që hyri ky në politikë. Ky është kandidat i demokratë. Ka mundur shumë rival, ka mundur dhe ish krybashkiakun që ishte poj Partisë Demokrate. Do të thotë që elektorati shumë ngjyresh i Partisë Demokrate në Amerikë, i cili fillon që nga liberalet që kufizohen me djathtën republikane dhe shkon deri te Sanders, që është një majt klasik, pra është një parti që ka korrente, është parti me shumë shpirtra, në kuptimin shumë ngjyra, plurale. Dhe ky qëndron diku, nuk qëndron në skaj, se ky është i ri, ky s'mund të qëndrojë në skaj. Ky është një demokrat, i cili nuk është nga këto liberalët e djathtës, siç janë disa, por është një liberal i majt, po them, që vjen nga një familje, Gjinushi tha shumë mirë, një familje intelektuale. Ky bashkoi për mendimin tim, se e ka ndjekur edhe unë me vëmendje, moshën, bashkoj mesazhin dhe bashkoj dhe oratorin. Ishte shumë orator. Dhe nga një pikpamje, ky erdhi në një simetri, apo mund ta themi antisimetri, si doni, me ardhin e Trumpit, por me një diferencë të madhe moshës, sepse dhe Trumpi me këto elemente erdhi. Ai fitoi garat në parti, Trumpi që fitoi pushtetet. Trumpi është këtu, për mendim, është goditje për trumpizmin, siç thua ti, për atë frymën e Trumpit. Pse? Për faktin se Trumpi u përfshi shumë, që u përfshi, domethënë, presidenti i Amerikës në një fushat
për të delegitimuar dhe për të penguar, për të bërë dëm një kandidat shumë të ri në moshë, një djalosht. A i vuri ftyrën Trumpi si t'ishte duke, si t'ishin primar zgjedhjet që do bëhen vitin e ardhshëm në zgjedhjet e ndërmjetme. Dhe nga kjo pikpamje Trumpi mori një goditje, sepse shumë njerëz në Amerikë kanë lexuar si një mesazh kundër personalizimit pushtetit, kundër një fryme, që është krijuar atje në Amerikë, që guxon shkel ligjet e shenjta që kanë mbajtur në Amerikën, për cilat dhe gjykatat e tha edhe pak më. Pra ju e shihni si një mesazh ndaj Donald Trumpit këtë. Po. Më shumë një mesazh se sa Ishte një mesazh. se sa krizat e kapitalizmi. Jo, nuk. Jashpër. E shihni si mesazh ndaj Trumpit. Kapitalizmi nuk është në krizë, për mendimin tim. Sistemi është për mua, është. Sistemi politik dhe kapitalizmi nuk janë një se do të ti mund vendosë. Jo, flasim për kapitalizm, jo për sistemin, për kapitalizm. Tani, se unë kam çik siklet, bëhem komentatori këtyre ngjarjeve ndërkombëtare. Por, flasim në teori, flasim përgjithësi, dua ta lidh më shumë me refleksin që kjo ka këtu në debatin ton. Do me thënë, dhe duhet ta lidhe me temën si që hapet ti me këto teorit e gjinisë, që pas rënjes komunizmit, në vitin 90, e majta në perëndim u fut në i krizë të thellë, sepse hoqi kontradiktën marksiste, kontradiktën klasore të pasur dhe të varfër, dhe u mundua e majta të bëhet mbrojtëse e homoseksualve, e minoriteteve, pra e minoriteteve të vogla për të shmangur kontradiktën themelore të pasur dhe të varfër. Ata që kanë dhe ata që s'kanë. Dhe prandaj e majta 3 dekada u fut në krizë. Mandani është ardhje në fundamentin e të majtës, që e majta perëndimore dhe sidomos e majta amerikane e ka tradhtuar. Pra, kthimi në kontradiktën klasore, të pasur dhe të varfër. Çfarë thot Mandani? Gjëra që po t'i thoshte njeri në Shqipëri, do i thoshin është ngjallë Enver Hoxha nga Varri. A i thot, të ngrem dyqane komunale që të varfrit të blejnë, të krijojmë çerdhe dhe falas për fëmijët, për prindrit që nuk kanë ku i mbajnë fëmijët e tyre se duhet fitojnë jetën dhe të shkojnë në punë. Nga do t'i nxjerrim këto parathë, transport publik falas, dhe nga do i nxjerrim këto parathë, duke taksuar më fort milionerët. Pra, Mandani është kthyer në thelbin e të majtës, merret ai goxha dhe me emigrantët dhe me kështu, po edhe emigracionin e sheh si kontradikt midis të fuqishmëve dhe të dobtëve, pra gjithmonë një fokus të majtë. Problemi është, dhe këtu unë kam frikën, za i debati që po bënit ju me Preçin, a jep mundësi më kapitalizmi që ky lloj bot kuptimi të jetë triumfues. Ne kemi parë shembuj nga Tsipras në Greqi, që e eksperimentoi dhe në pushtet, e deri te Corbyn në Angli, që nuk e eksperimentoi dot në pushtet, që ky kapitalizëm e oligarkik që ka kapur për fyti perëndimin, që ka kapur për fyti perëndimin, këto tentativa mundohet t'i vdesi. është një filozof që unë e kam qef, Alain Badiou, francez, I cili çfarë thot? Thot, jeni budallej që shkonin zgjedhje. Se ju nuk keni të drejtën kur votonin zgjedhje të ndroni sistemin. Ju votoni vetëm midis karagjozëve të njëjtit sistem. Pra, a mund të shkosh votosh ti pa ndru sistem? Dhe tani, Amerika ka votën. Kush është frika ime? Po, derte vota ta lë mundësi. Si që la Tsipras. Ja ka dhënë dhe Trumpit e kujtoja. Problemi është,
Problemi Kur është, si reklam, po kur qeverisë e prodhon ashtu, do me thënë, problemi është, dhe me një frazë mbylla, mundet në një i rrethuar nga një establishment oligarkik ti realizoj Mandani premtimet e veta majtiste, se kjo është pyetja që i bët, mundësit janë shumë të vogla. Fakta. Dhe në këtë kuptim, tradhtimi i kauzës për të cilën ai është votuar, Mund të hajde e majtë thuj. mundet të rrisi Donald Trumpin, sepse Edhe ky është një një majt që premton, po kur duket si kur ka fuqi, në fakt nuk ka fuqi se oligarkia është mbizotruse, nuk i realizon dot ato që ka premtuar votuesit, fitojnë populistët e modelit Trump dhe kjo është e mira, por dhe i rreziku i fenomenit Mamdani sipas meje. Ja, një minut pres, lutem. Më shkruajnë që nga Amerika, që shkruajnë gjithmonë të emisionin, në shtetin e Virginias ka zgjedhë gavernerin, Guvernatorin, po. ku demokratët fituan 60%, kurse në zgjedhjen për Trumpin, Virginia ka votuar 70% për Trumpin. Pra, është edhe një, ndoshta është edhe për një goditje për Trumpin. Edhe për balancim. Edhe balancime edhe një goditje për Trumpin, por duhet të presim. Ky mund të mbetet një fenomen izoluar me atë që thot Bushati, mund të mbetet një fenomen izoluar për arsye se establishmenti pastaj do filloj të hap zjarr kundër këtij djali. Ka bërë një ngjarje që ky do bëj karrierë, sepse ky do vi duke u maturuar, do Nuk e kohët nga kjo di, gjua establishmenti që është ofruar dhe po ta shikosh tu te ne, establishmenti të bën gjemën. O të djeg, o të bën si vetja. Pra një minut. Jo ti ke një pyetje konkrete tani. Në kapitalizëm. Presidenti Obama është ofruar që të asistojë dhe në da pranoj këj nuk dëshojmë, por kjo është një iri që është si iri i ka dhe termat e populizmit. Dhe në që se nuk i maturohet me sistemin e vetë që e bëni fitus, a sigurisht që mund dështoj. Por, duhet kemi kujdesi. Nuk është kapitalizmi duhet fjare ke. Atje është nisma e lirë favorizon pa fund njerëz. E majta sigurisht që ka këtë politikën e taksimit, pikirish për këto shërbimet sociale. Shanset e barabarta ka të Shanset e barabarta. Që sot në Amerikë janë zhdukur. Amerika nuk është më vëndi shansave të barabarta. Ajo, nuk është e vërtet. Kap vetëm Gjithë sistemi shkollimi. nuk është vetëm Amerika. Sa miliona duen Për jashto, ndoshta Nordikët, edhe Britaninë, nuk e di, jam kam i sigurt. Nisma e lirë Se u futëm- prodhon zhvillim. U futëm shumë teori. Shiko- Amerika ka qenë e lullzuar me New Dealin e Rooseveltit, atëhere kur të pasurit i taksonte me 70%. Sot që ka vajte 15%, Amerika është një perandori në rënje. Pse alternohen pushtetet në vendet demokratike, se vjen e djatha dhe prodhon zhvillim, për prodhon pa barazit madhe. Vjen e majta e korrigjon. Ky është iluzion. Pastaj, kur e korrigjon, kalon prap pushteti janë. Sepse në Amerikë dhe demokratët dhe republikanët janë djathë. Nuk ka më të majtë. Ta vazhdoj edhe unë pak, se kjo ishe bisedë interesante që hapi Bushati. Faktikisht, nuk është thjesht çështja fitoi Mamdani, po kush është teza? Unë bashkohem me një pjesë atyre gjërave që tha Bushati dhe kjo është një frym botërore. Diku më herët, diku më vonë do ndodhi. Kush është thelbi i çështjes? Në qoftë se perëndimi ishte dominant, deri para rënies murit Berlinit ishte dominant sepse kishte një ideologji përballë dhe shikonte armiqësore, që ishte Rusia, ideologjia komuniste. Me rënien e ideologjisë dhe me radhë rivaliteti, kështu që e majta dhe djatha doli nga formula klasike të qenurit majt dhe djath. Dhe është e vërtetë që ashtu siç ndodhi në Shqipëri, ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndodhi në Gjermani në zgjedhjet e fundit. Të majtët sillen si djath dhe djathët sillen si të majt, sepse nuk kanë rivalitet të madh. Dhe problemi asaj që ju thoni edhe një djathtizmin e krijon pa barazia, ato janë etiketa. Patjetër, po janë doktrinat përcaktuara. Këto dukuri që kalon pushteti herë këtë herë janë Dakor, po një majt nuk mbrojnë kauzat të një majt nuk mund kthehet i djathtë. Nuk po jep një mesazh. Sepse është doktrinë. Ti mund të shkosh komplet i djathtë. Ndroje partinë. Nga Partia Demokratike shko ke Trumpi, po nëse do qëndrosh te Partia Demokratike është partia majt. Dhe ky është problemi më i madh. Me përjashtim të moshës nuk po ndodh ndonjë gjë sepse
këto, do të thënë, balancat e pushtetit lëvizi, nga majta djathas, nga kur e tepron e majta, kalon nga e djatha, kur e tepron e djatha, kalon nga e majta. Po ka ndryshuar tërësisht, ka ndryshuar konfigurimi i të majtëve dhe djathëve. Në mosh optimizmi tem më çudit shumë. Për cili? Pjemo kjo për sistemin. Optimizmi im, Ky sistem ka ikë për lesh. ato qëndrimet e mjet kanë dalë deri tani, e thellë shpartët falenderoj. Nuk po të kundërshtojmë, jo. Jo, Po ma bit pak se sistemi vetë është në dilema. Unë jam i lexuar këtë pikë. Optimizmi im lidhet... Po dhe unë i lexuar jam, se ti po flet tani sigurisht nga... Kam lexuar këto korifejt e liberalizmit. Jo, po ti ke korifejt, po ke dhe poezinë pastaj. Ti ja fut realitetin. Liberalizmi. Dhe libën lartë edhe flutron pastaj se kapitalizmi është në krizë, sistemi është në krizë, sistemi më shumë se kapitalizmi. Do vetë korrigjohet, mëse... Ore, mund të korrigjohet, mund të mbyllet preç. Historia e njerëzimit është që ka limite për gjithçka. Edhe guri ka jetë, ka mosh. Edhe guri ka mosh, jeni ku mbaron. Do kalojmë komunizëm, do kalojmë... Nuk e di ku kalon. Do ketë vetë korrigjohet. Nuk e di, po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, o zotri, në çdo vend ka nga 10-15 veta, e kupton? Jo mos i këtu, mos i këtu. Su bas njerë. Modelet nordik. Mori modelin e fundit i këtu dhe bëre 10 pasur në Shqipëri. Kaq, historia. Me përkufizimin të unë, them janë vendet lirat e ekonomisë tregut. Ju do të kapitalizm. E pranojmë. Vendet nordike janë vendet model dhe një pjesë e Evropës se si të regojnë se nisma e lirë, e lidhur ngusht me shanset e barabarta, me sundimin e ligjit, për këto janë vlerat e shoqërive të hapur. Ne po qim shoqëri e hapur, mësë qim kapitalizm. Nuk shterrojnë, se nuk kanë alternativë më të mirë sot. Sjellja e Danimarkës, vend nordik, kundër emigrante, është komplet e djathtë. Nuk ka lidhje fare me shtetin social. E di kush është problemi, emigrantë shkojnë si hallxhi atje. Edhe kjo fabula e vendeve nordike ka vlejt deri në vitet 90, po ekstremizohen dhe vendet nordike do Spanjën, do vetë Amerikën. Amerika zhvillohet, ka pabarazi, ka ndodhur ndryshime, jam dakord. Ekstremizmi prodhon ekstremizmin. I ekstremisti... Se thashun s'du ta bëj të debatë, se... Një sekund vetëm. A je okej o zotri? Amerika është perandorit... Për 6 minuta okej. Prej 2-3 dekadash, Amerika sot në qoftë se bota dhe perëndimi jetonin në kurizë të Amerikës, sot Amerika është e pa vetë mjaftueshme dhe jeton kurizë botës. Nuk jeton dot më pos qenë fuqi imperialiste. Dhe ky është problemi i madh i Amerikës. Trumpi ka ardhur me tezë tjetër, nuk ka ardhur për Amerikën në botë. Pikërisht se dështoi, po kthehet në izolacionizëm. Ajo i bën dëm Amerikës, se fuqia e Amerikës është në hapje. Amerika ka qenë ajo që është, në vend lider, do të thënë në hapje, jo në mbyllje. Edhe Belo e shkretë, donte autobus falas më shkruajnë, po si Mandani, po nuk mender, nuk e porti një fare. Ka ku do kështu fort. Se në Milano s'ka. Por, Belo donte autobus falas. Po nuk merrte taksa. Tregonte kuj doja merrte paratë. Se po stregove si do e financosh autobusin falas, e ke kot. Qartë. Tani, Zoti Gjinishi, do të presim fare pak minuta që të mri shalësit dhe të kalojmë të ajo pjesa pak e barazis gjinore. Tani, sa ndikoj politika e jashtme amerikane në zgjedhjet e mbajtura së fundmi, në fushatën e New Yorkut, lufta në Gaza dhe Izrael ishin në vëmendje. Sa ndikim mendoni se ka patur kjo, nga që ti ke një ekspertizë jo të vogël në këtë planin për linjën e mesme, sidomos në vendet në krizë, si që është Gaza dhe Izraeli. Do në kthesh prak të trumpizmi, se s'kemi ku të shkoj. Po tani... Një arsyet e... Trumpizm është bërgjit botë. Do të akuzojnë që na kem mbledh ne antisemitët këtu për ta shtjelluar këtë temë. Një më preci nuk është. Preci më ndryshe, po. Po se ke, po tani... Se janë ndërpret. Ti marri një loj të gjithë tani, që të thua? Do më thënë, një nga arsyet mendojon dhe besoj që keni diskutuar dhe në studio në kohën e fushatës Trumpit, ishte retorika Trumpit në politikën e jashtme kur doli me disa kauza shumë forta, do ta mbyll luftën në Ukrainë me një telefonat. Do ta mbyll luftën në Gaza me një telefonat. Ai ka dështuar faktikisht. Nuk ka mbyllur asnjë në rast tjetër. Madje edhe marrëveshja me Hamasin është thjesht një armë pushim.
nuk është zgjidhur. Dhe teksa folëm në pjesën e parë për oligarkët, për kapitalizmin, kapitalizmi është treg i lirë, ndërsa kapitalizmi sotëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës kryesisht është kapitalizmi më i egër, sepse është lobim i oligarkëve, nuk është treg i lirë. Nuk çoi investitor Trumpi për të investuar dhe për të marrë pjesë në atë që do ndodhi në rindërtimin e Gazës, po çoi dhëndrin e vet. Kaq është historia. Domethënë, kaq është historia e përgjithshme e kësaj. Çfarë që të kthehemi edhe një herë tek pyetja juaj, zoti Rakipi. Po? Sa ndikoi politika jashtme, po kjo ishte përgjigje. Qytetarët amerikanë janë njerëzit që paguajnë për gjithë luftrat që bën politika dhe lidershipi politik Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë taksat që rriten. Dhe është një nga arsyet e rritjes varfërisë, e zvoglimit shtresës mesme dhe rritjes së shtresës varfër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo që dhe arsyeja që një pjesë e mirë e programit të Mamdanit u kufizua pikërisht të këto problematikat sociale. Sa ndikoi politika jashtme, po ndikoi pafund. Imagjinoni se çfarë përmbysje të madhe kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. 62% të amerikanëve që kanë qenë mbështetësit më të mëdhej si popull ndaj Izraelit dhe gjithë politikave të Izraelit, për herë të parë përmbyset. Dhe janë për zgjidhje dy shtete. Imagjinoni se çfarë do thotë në luftën e madhe në Gaza të Izraelit kanë humbur ushtar pafund edhe nga pjesa izraelite. Ka pasur në Tel Aviv ka pasur më shumë protesta se në çdo kryeqytet arab të botës. Po themi, e megjithatë 40% hebrejve votuan pro Mamdanit, nuk e duan këtë lloj sjellje dhe vetë hebrejt. Domethënë duhet ndajmë hebraizmin nga sionizmi. E para, e dyta, politika jashtme reflekton në zhvillimet e brendshme kur ajo përdoret për interesa platformash të brendshme. Dhe kjo ka qenë. Presidenti Trump e përdori politikën e jashtme krejtësisht në favor të zgjedhjeve të tij, ndërkohë që ka dështuar totalisht. Është komplet dështimi i presidentit Trump dhe unë vazhdoj të qëndroj. Shuplakën më të madhe në këto zgjedhje e ka marrë trumpizmi, retorika trumpizmit, ekstremizmi i djathtë. Nuk është e djathtë më. Mënyra se si qaset politikës Trumpi nuk është i djathtë, por është ekstrem i djathtë në të gjitha qaset e tij. Okej, se ndoshta do kemi edhe gjëra të tjera për të. Dhe mos kemi dhe gjëra tjera, po më ndodh me një dikë që po e presim. Më thot para 6 minuta, më thotu, dhe pastaj tani thot dhe 5, po kanë kaluar 10. Gjëra të për themi do vazhdojmë në... Vazhdo, në rregull. Nuk duhet konfondojmë qeverisjet me lirit ekonomike, me zhvillimin, sepse nuk janë e njëjta gjë. Bile, lirit, nisma e lirë, kërkon qeverit vogla, mundësisht sa më të vogla. Dhe zhvillimin në botë dhe në botën perëndimore krijon nisma e lirë, qeverit nga e herë dhe e pengojnë. Në rastin konkret, për shembull, gjykata e lartë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shqyrton anulimin e tarifeve që ka vendosur Trump. Ndoshta edhe mund t'i anulloj, sepse funksionon shteti, domethënë funksionon ligji. Edhe këtu tek ajo që shtroni ju. Sigurisht që është bota qytetëruar që e mundëson këtë gjë, që ngrihen hebrejt në SBA dhe mbrojnë çështjen palestine. Po cila është arsyeja? Cila është arsyeja? Gabimi i lidershipit politik amerikan, qoftë i majtë dhe i djathtë. Arsyeja është sepse mendojnë se kanë drejt që të dallojnë qartë se ku mbaron e drejta e Izraelit për vetëmbrojtje dhe ku fillojnë të... Jo, nuk e kanë fare në atë pjesë. Nuk e kanë fare në atë pjesë ato. Në qoftë se Amerika nuk do përzihej në konfliktin Amerikan-Palestinez, do kishte qenë fare pjesë e diskutimit. Ato janë shqetësuar se Amerika harxhon miliarda nga taksat e tyre në luftra të humbura dhe të padrejta, dhe që bien ndesh me shtetin e së drejtës, me ligjin ndërkombëtar. Një njeri që është i akuzuar nga gjykata ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit shkon Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ky njeri që do bëjë ndryshimin thotë do ta arrestoj New York. Ky është ndryshimi. Domethënë, tema është populiste. Ajo është letë për gjë tjetër, to janë politika shtetërore. I ndau duhet të ndajmë politikën shtetërore nga ajo që përcakton një sistem të ekonomisë, tregut, të lirive dhe drejtave të sundimit ligjit, shanseve tjera. Dhe kjo e krijon dinamikën dhe atë, si thua, vetë demokrati.
Kurse, përsa i përket asaj që ndodhë në Izrael dhe në Gaza, unë nuk e di kush mund ndërhynte, me thënë drejtën, se unë nuk jam dakord me juve që unë e di pozicionin e Trumpit, po Trumpi ndërmori një nisëm që pak kush e ka marrë. Jam dakord me atë pjesë, edhe Dhe nuk e di kush mund ta merrte tjetër, se ata ishin dy palë që vazhdonin luftën, përpjekjen dhe si thuash, pasojat binin kryesisht mbi civilit, mbi fëmijët, dhe ajo e tronditi. Kush i çonte ato bomba preç? Pse kjo është historia. Ti që kërkon të vendosë paqen, do t'jesh më i ekuilibruar. Bombat i ka vetë Izraeli. Izraeli ka qu bomba për tjetër gjë, s'ka qu për Gaza. 2 javë kishte. Se ju e kthyet debat Izrael. Kështu që marrëveshja e paqes. Kështu ishte pyetja. Marrëveshja e paqes është një arritje e madhe. Edhe Ukraina. Merremi me qeverinë e Shqipërisë që ka marrë pozicione ultrasioniste në një vend me një komunitet, s'po them shumicë, që mos që s'ka as interes njëherë. Në një fitojmë asgjë njëherë. Në një vend me një komunitet tejet madh musliman. Dhe muslimanët nuk reagojnë. Ky është ndryshe nga kultura që thotë prej. Ja kërkojmë Trumpit atë që s'ja kërkojmë dot Tiranës. Apo jo, zoti? Jo, shiko. Unë jam po. Trumpi ju ofruat si një fuqi e madhe se kush mund ta bënte, se shtrohet pyetja a kishte kush ta bënte tjetër. Atëherë ai bëri një gjë që mund ta bënte vetëm ai dhe për këtë duhet heq kapelja. I ulin tavolinë, arriti një armë pushim thoni ju. Unë mendoj se me disa zvistë të vogla do shkojë drejt marrëveshjes, do shkojë drejt një marrëveshje. Aja mund të jetë një marrëveshje e madhe historike për gjithë historinë e konfliktit lindjen e mesme. Aty synohet pjesëmarrja vetë. Të heqim palestinezët dhe të bëjmë qytete turistike, që e gabuar. Ajo nuk ka kaluar. Se u futëm në geopolitik, nuk merret historia me aktin e fundit. Në qoftë se sot ka një konflikt Palestinë-Izrael, këta thon Gaza, Izrael, po është Palestinë-Izrael, nuk mund të shihet kjo është këputur nga mandati i parit Trumpit dhe politika e Trumpit përmes Kushnerit për të bërë marrëveshjet e Abrahamit dhe për ta izoluar Palestinën dhe për të bërë aleat të Izraelit. Në qoftë se Hamasi është detyruar të godasi, është detyruar të godasi dhe prej politikës që Trumpi ndoqi në mandatën e parë të Shtëpisë Bardhë për ta hequr nga agenda e vendeve muslimane të rajonit çështjen palestiniane. U harrua çështja palestiniane. Kjo është një lexim. Kjo është një lexim. Ato Hamasi goditi kur ishte në qeveri Bideni. Ato qeveria Biden, qeveritë amerikane kanë një qëndrim konstant në mbrojtjet e Izraelit, sepse gjithmonë Izraeli është i kërcënuar dhe gjithnjë i kërcënohet, bile Irani ka kërcënues në atë rajon Izraelit. Po them në kontekstin e qëndrimeve që mbajnë dhe shtetet e tjera. Nuk ka fabull më të rreme se Izraelit për tu vetë mbrojtur. Irani e ka pas ka një mashtrim. Nëse ka një agresion ndaj një shteti tjetër, dhe gjenocid. Është një diskutim i tejkaluar, sepse sot me që Zoti Ylli s'po na bën më pyetje, ne themi çfarë duam. Është bërë një marrëveshje paqe. Tani edhe një pyetje kam unë për këtë dhe ikim ti momenti, një sekond. Po në Shqipëri urojmë që të vazhdoj. Ja, shiko. Urojmë që të vazhdoj. Po në Shqipëri për shembull një tip si ky, se për shembull bën një provë për të dalë këta politikanë të rinj. Po e vure reti tani ky Shabani ka të ndorëgjen që të bëhet avokati i popullit sot. A di nuk e di. Ky tjetri Lapaj dhe tezën e tij do ta heqin, duket me sa dëgjova unë, dhe do vihet gruaja Shabanit te ky një dorë në baklava, një dorë në revani dhe edhe ky Lapaj domethënë edhe tezja ikën nga deputetët. Mbaron filmi fare këtu te këta të rinj. Ti që agronin që del të vërteta i vetmi që ka mbetur. Të dalë të ketë në Shqipëri në një që të dalë në një tjetër. Kjo që ka ndodhur është një, mendoj që është një shembull, pavarësisht se unë nuk ndaj politikisht shumë premtimet të ideoloshit atje, sepse ata qartazi janë dhe populiste, por aje ka trondit establishmentin i thamë ato, dhe këtu mund ndodhi një lloj Mamdani. Mund ndodhi, mund dalin tri, të cilët do kërkojnë që t'i japin fund, me kësaj historisë, u bë tani 30 vjeçare të fundimit të asaj që unë e quaj kasta plurale, solidare e
3 dekadave. Kjo nuk mund vazhdoj pa fund, dhe nuk do vazhdoj, sepse vjen një moment që kupa mbushet, do dalin forcat reja të cilat i sjellë edhe vetë koha, dhe ata do jenë që do ndjekin trende botërore, sepse Amerika e ka këtë që krijon trende. Për shembull, këtu tani është u kriju kjo fryma Trump, kudo është mod trumpizmi e tjerë. Bën nga një kapele maga edhe marshojnë. Ato janë marrëdhënie, sepse nuk ka kush do të qëndrojë njeriu në koherencën e vet. Por fryma mund vi dhe këtu, dhe do vije, për mendimin tim, janë disa faktorë që favorizojnë një... Konstatimi i zotit Tylli ishte manipulativ. Se? Se përmendi lëvizjet reja, që vërtet o s'kan pasur kauz o e kanë tradhtu kauzën, por ti ke Arlind Qorin dhe lëvizjen bashk, që qatë kanë thënë që ditën e parë, ato mbrojnë dhe sot dhe nuk kanë ceduar asnjë gjë nga qëndrimet që kanë mbajtur. Apo jo? Dhe nuk po rriten. Dhe nuk po rriten. Jo, në këto zgjedhjet e fund, në këto zgjedhje që u ndërprejnë, për shembull, rritja është me ritme, jo që do kisha dashur unë, por rritje ka. Ka rritje. Bushat, qoftë në Amerikë del një mëmdan dhe fiton, Amerika është ajo që thamë pak më parë dhe preqi, ka institucione, ka liri, ka vot, qarë vot e ke Shqipëri? Sa të garantuar e ke ti lirin tënde? Atëherë harroj Arlindin. Majtizmi... Ne kemi problem ke regjimi, ke sistemi, ndërsa ato se kanë problemi dhe sistemi, e kanë ke leadershipi. Majtizmi... A je gati, o zotëri, një sekundë. Kushtohet pasuria. Po të mos shtohet pasuria, nuk do forcojë martizmi, majen me nga unë, sepse njerëzit fillojnë dhe perceptojnë që tu e kanë ndorë gjithë gjë dhe është si një reagim. Jo, kur ndodhin kontraste mbi disë klasave, kur klasat krijojnë kontrast shumë të madh, ndodhin këto ekstremitete. Kena kalu. Se gjithmonë do ketë njerëz të pasur dhe të varfër. Shiko, kishim një moment tjetër... Nuk, a 6 minutë që humë? Jo. Kemi një... Kishim edhe diçka tjetër që mund të fotim, po të përdojmë merë tjetër për këtë të... Po, kalem merë tjetër. Është një moment që jeton ai për shkak të Izraelit dhe është një konflikt që zgjatet e gjitha. Futni është okej, por do futni 1 minutë publicitet, Shalsi faleminderit, po 1 minutë publicitet dhe lidhemi bashkë. 1 minutë publicitet, që ta ndajmë si pjesë se u bashkuan shumë gjëra në një vend. Publicitet 1 minutë.